Fundjava e fatit dhe e lekëve. Një mundësi që nuk duhet humbur. Kjo fundjavë nuk flet për fat të zakonshëm, por për lëvizje konkrete financiare, vendime që lidhen me paratë dhe mundësi që nuk shfaqen shpesh. Energjia është e përqendruar te lekët, siguria dhe drejtimi financiar, por jo të gjithë do ta ndjejnë njësoj. 5 shenja ndodhen në një pikë ku një ide, një takim ose një reagim i saktë mund të sjellë përfitim real. Kjo nuk është fundjavë për neglizhencë, por për vëmendje dhe zgjuarsi. Demi. Kjo fundjavë sjell një energji të fortë financiare për ty, duke të vendosur përballë mënyrës si e ndërton sigurinë materiale. Paratë nuk vijnë përmes rrezikut, por përmes stabilitetit, durimit dhe vendimeve të menduara mirë. Nëse ke një ide për të rritur të ardhurat ose për të riorganizuar financat, tani është momenti ta marrësh seriozisht. Një bisedë ose informacion i marrë rastësisht mund të të ndihmojë të shohësh më qartë një mundësi që më parë e ke nënvlerësuar. Fundjava nuk favorizon shpenzimet emocionale apo lukset e panevojshme, por investimin e zgjuar dhe kursimin strategjik. Energjia e fatit punon në favorin tënd vetëm nëse vepron me logjik dhe jo me nxitim. Marrëdhëniet financiare kërkojnë qartësi dhe ndershmëri, sidomos nëse përfshihen familjar ose persona të afërt. Nëse ruan ekuilibrin mes dëshirës për rehati dhe nevojës për rritje, kjo fundjavë mund të shënojë një hap konkret drejt stabilitetit afatgjat financiar. Luani. Fundjava aktivizon një energji që lidhet drejt për drejt me paratë dhe vetë vlerësimin tënd. Mundësitë financiare vijnë, por kërkojnë që të mos veprosh nga egoja apo nevoja për të impresionuar të tjerët. Një propozim ose ide mund të duket joshse, por duhet analizuar me kujdes përpara se të marrësh vendin. Paratë këtë fundjavë lidhen më shumë me zgjuarsinë sesa me rrezikun. Nëse punon me njerëz të tjerë, roli yt si udhëheqës ose vendimmarrës bëhet kyç për suksesin financiar. Shpenzimet për imazh ose luks nuk favorizohen, ndërsa investimet që rrisin vlerën reale po. Energjia e fatit të ndihmon të kuptosh ku po humb burime dhe ku duhet të fokusohesh. Një zgjedhje e bërë me maturi tani mund të ndikojë pozitivisht për javët në vazhdim. Kur paratë trajtohen si mjet stabiliteti dhe jo si simbol statusi, kjo fundjavë kthehet në aleate të fortë për ty. Virgjëresha. Kjo fundjavë sjell për ty një fokus të fortë te organizimi financiar dhe mënyra si menaxhon burimet. Paratë nuk vijnë përmes fatit të verbër, por përmes rregullit, vëmendjes dhe vendimeve praktike. Një detaj që zakonisht do ta neglizhoje, tani mund të bëjë diferencën mes humbjes dhe përfitimit. Nëse ke pasur shqetësime lidhur me shpenzimet ose stabilitetin, kjo fundjavë të jep mundësinë të rregullosh drejtimin. Një bisedë profesionale, një email ose një informacion i vogël mund të hap rrugë për përmirësim financiar. Energjia favorizon kursimin, planifikimin dhe investimet e sigurta, jo rrezikun. Është moment i mirë për të analizuar buxhetin, për të hequr shpenzimet të panevojshme dhe për të vendosur prioritete të qarta. Fati vepron në mënyrë të heshtur, duke të shpërblyer për disiplinën dhe seriozitetin. Nëse qëndron i fokusuar dhe nuk shpërqendrohesh nga ankthi, kjo fundjavë mund të sjellë ndjenjë kontrolli dhe një hap konkret drejt sigurisë financiare afatgjatë. Shigjetari. Fundjava sjell për ty një energji që lidhet me mundësi financiare përmes iniciativës personale dhe zgjedhjeve të guximshme, por të menduara. Paratë nuk vijnë nga rastësia, por nga veprimi i zgjuar dhe gatishmëria për të marrë përgjegjësi. Një ide që e ke pasur prej kohësh mund të marrë formë konkrete, nëse i kushton vëmendjen e duhur. Është e rëndësishme të mos premtohesh më shumë se sa mund të përballosh, sidomos në marrëdhënie profesionale. Energjia e fatit të shtyn të zgjerosh horizontet, por jo të rrezikosh pa llogari. Një mundësi për bashkëpunim ose fitim shtesë mund të shfaqet përmes një kontakti ose bisede të papritur. Financiarisht, fundjava kërkon balans mes optimizmit dhe realizmit. Shpenzimet impulsive nuk favorizohen, ndërsa investimi në zhvillim personal po. Nëse i beson intuitës, por e mbështet me logjik, kjo fundjavë mund të sjellë një hap pozitiv drejt rritjes financiare dhe një ndjenjë motivimi të fortë për vazhdimin. Akrepi. Fundjava hap një cikël financiar të rëndësishëm për akrepin, duke kërkuar qartësi, disiplinë dhe zgjedhje të mençura. Paratë lidhen me vendime të shtyra, borxhe, marrëveshje ose pagesa që kërkojnë rregullim.
Një informacion i saktë mund të ndryshojë llogaritë dhe të sjellë lehtësim. Në punë, një negociat kërkon durim dhe kontroll emocional. Mos u nxit nga presioni. Financiarisht, energjia favorizon ristrukturimin, mbylljen e shpenzimeve të panevojshme dhe planifikimin realist. Shpenzimet impulsive sjellin stres. Një mundësi fitimi vjen përmes bashkëpunimit të besueshëm. Energjia e fatit vepron kur ruan qetësinë dhe vendos kufi. Kjo fundjavë teston besimin dhe transparencën. Vendimet e qarta sjellin stabilitet. Nëse vepron me maturi, krijon bazë të fortë për javët në vijim dhe rrithen kontrollin financiar. Afërsia me familjen ndihmon vendimet. Këshillat e gabuara shmangen. Dokumentet lexohen me kujdes. Marrëveshjet rishikohen. Kursimi rrit sigurinë. Fokusohu te prioritetet. Shmang konfliktet. Zgjedhjet sot ndikojnë nesër. Qëndro i përqendruar. Fati shpërblen disiplinën dhe përgjegjësinë financiare afatgjat. Vendosmëria mbron balancën. Qartësia shmang humbjet. Vepro me plan. Respekto kufi. Forco rezervat. Vlerëso rreziqet. Zgjidh stabilitetin. Mbaj fjalën. Besimi ndërtohet gradualisht. Durimi ndihmon. Përqendrohu. Shmang nxitimin. Ruaj qetësinë. Vendos synime. Monitoro shpenzimet. Suksesi kërkon kohë, përkushtim dhe rregull. Rezultatet vijnë me vendime të sakta. Tani, nëse e ndjeve këtë mesazh, shkruaj në komente shenjën tënde dhe fjalën fati. Bëj like për të aktivizuar energjinë e fundjavës. Abonohu që të mos humbasësh mundësitë që po hapen. Dhe shpërndaje videon me dikë që ka nevojë për qartësi financiare tani.